a do të martohet Cristiano Ronaldo. Superylli portugez ka zbuluar se dashma e tij me Georgina Rodriguez do të ndodhë vetëm pas një ëndërre madhore, fitimit të Kupës së Botës 2026 me Portugalin. E Ronaldo tha: "E kishim planifikuar ta bënim pas Kupës së Botës me trofeun." Kjo tregon se suksesi në fushë lidhet me momentin e madh personal për çiftin. Georgina preferon një ceremoni intime, larg syrit të publikut, dhe Ronaldo është gati ta respektojë dëshirën e saj. Madje ai e ftoi moderatorin Piers Morgan të jetë pjesë e stag party. Në vitin 2026, Ronaldo do të jetë 41 vjeç. Por mbetet i vendosur të udhëheqë Portugalin drejt një tjetër suksesi historik. Pyetje për ju: a mendoni se Ronaldo do të arrijë ëndërrën e tij për trofeun dhe më pas për dasmën? Fansat po presin me padurim, ndërsa Ronaldo shpreson të mbyll karrierën ndërkombëtare me një triumf madhor. E kush do të jetë i ftuar dhe kush jo në dasmën e Ronaldos dhe Georgina Rodriguez mbetet për tu parë. Unë jam Anida Kadriu. Atëherë mos harroni të bëni like, follow, subscribe faqet tona në Instagram, TikTok, Facebook dhe YouTube.